Partia Demokratike kërkoi që Parlamenti të ndërhyjë menjëherë për heqjen e taksave mbi naftën për fermerët dhe transportin publik. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se të gjitha vendet e BE-s po mbështesin sektorin e bujqësisë në këtë periudhë të rritjes së çmimit të karburantit, duke rritur subvencionet. Të rikthejmë me ligj subvencionin e naftës, duke hequr ndaj saj çdo taks, jo vetëm për fermerët, por edhe për transportin publik. Vin miliardierë të Arabs edhe marrin me 600 lek naftën. Dhe ata ka rëndësinë ekonomisë se hapin shishe shampanje me rame. Po kjo është turbor. A përfaqësoni ju apo s'përfaqësoni ata fermerë? Por Ministri i Bujqësisë mbrojti skemën e re të qeverisë për fermerët dhe vendimin për të hequr subvencionin për karburantin. Prandaj qeveria shqiptare ka akorduar mbi 100 milionë euro për fermerët shqiptarë, të cilët do të jenë këtë vit vetëm për subvencionet dhe të pagesat direkte për të ndihmuar fermerët dhe për ta çuar sektorin në një hap tjetër. Vetëm me skemën e re që kemi parafruar, nga 1 metër tokë deri në 300 e 400 hektarë që ne kemi shifrë më të madhe të çdo fermeri në Shqipëri, merr subvencion nga qeveria shqiptare. Prej momentit që çmimi i karburantit u rit për shkak të situatës në linjën e mesme, opozita ka kërkuar përgjysmimin e taksave mbi karburantin, e naftë pa taksa për fermerët.